Në zemër të natyrës së Librazhdit, turizmi malor po njeh një zhvillim të shpejtë. Në fshatra familjet po kthejnë shtëpitë e tyre në bujtina ose po ndërtojnë nga e para, duke krijuar mundësi të reja për ekonominë lokale. Do të ndalemi në fshatin Marinaj, vetëm 12 kilometra larg Librazhdit, ku një investim i guximshëm ka shndruar këtë zonë në një pikë atraksioni turistik. Besnik Kujtila, një emigrant që jetoi dhe punoi për 26 vite në Greqi, vendosi të rikthehet në vendlindje dhe të investojë kursimet e tij për të ndërtuar një bujtinë të veçantë. Me përvojë si ndërtues, ai e realizoi vetë pjesën më të madhe të punës, duke krijuar një kompleks modern dhe komod. Përshëndetje, jam Besnik Kujtila. Kam punuar si emigrant në Greqi për 26 vitesh. Në ndërtim, vendosa që të kthehem, që të investoj në vendin tim, në fshatin tim Marinaj të rrethit Librazhdit, duke investuar në bujtina. Sepse nuk ndihesha aq i lirë në punën që baja atje, punoja, merja, po isha larg familjes, larg vendit tim, që koka mendja mrinte në vendin tim dhe vetë isha atje. U ktheva, vllai im, një nga vëllezërit e mi ka këtë shtëpinë këtu, është në Greqi dhe ai ka biznesin e vet dhe unë i thash që shtëpinë tate ta kthej në bujtinë, vendosëm, ja mora shtëpinë vllajt, vendosa që ta kthej në bujtinë. Gjithashtu edhe këtë shtëpinë këtu që kam ndërtuar me vllajin e vogël dhe ai po të njëjtën gjë dhe e kthym në një bujtinë që sot është një bujtinë e suksesshme. Tash në mbështetje të bujtinës unë kam dhe një fermë timen këtu që kam nga dhi, dele, pula, rosa, pata, lepuj, çdo gjë që i përket bujtinës, ushqimit. Që nga hapja e saj, kjo bujtinë ka pritur turistë nga vende të ndryshme si Çekia, Polonia, Amerika, Kina, madje edhe nga Rusia. E përveç të huajve, turistët vendas janë klientë të rregullt, kryesisht për shkak të ushqimit autentik dhe shërbimit cilësor. Vizitohet nga shumë njerëz, si nga gjithë bota, nga Amerika, nga Kina, nga Kanadaja, nga Çekia, Rusia, nga të gjithë vendet. Dhe gjithashtu edhe nga vendi jonë Shqipëria. Kemi pas tu edhe nga Thethi. Kemi nga Valbona, kemi pas njerëz nga Gjirokastra, nga gjithë vendi, nga gjithë Shqipëria. Është një vend i bukur, gjithashtu edhe nusën time që gatun në ushqimet tona tradicionale të fshatit ton, të zonës ton, si që është tava e mishit, tava e dheut, tava e kosit, që ne i bëjmë byreku me vezë, byrek me gjizë, lakror me mill misri me pras, me lakër, që janë më të preferumet nga turistët dhe huaj, po gjithashtu edhe vendasit. Zemra e kuzhinës së Nia Farm është Berbuqa, bashkëshortja e Besnikut. Me pasionin e saj për gatimin, ajo përgatit receta tradicionale që kanë fituar pëlqimin e vizitorëve. Duke qenë se familja Kujtila ka një fermë të vetën, të gjitha produktet nga qumshi dhe djathi deri tek mishi i freskët janë të prodhuara në vend. Po, receta tradicionale e fshatit i herë, që e kemi si zonë gjithë të gjizën me speca. E kemi po së të bëjmë gjizën me speca, s'na vjen se kemi bëjë gjë kështu për të hëngur. E kemi të përhershme. Po, një recetë tjetër që e kam krijuar vetë, është djathi i dhis, e pres kështu në feta, edhe skuq veçan pak speca, pak qep, i grin shumimët, edhe salcë domatesh, po jo të bleme ama, se nuk bëhet e mirë me salcë bleme, vetëm me salcë që e bëjnë nga domatet e kopshtit tim. Edhe fus në furrë. Pjatat speciale të restorantit janë të bazuara në traditën vendase dhe përgatiten me kujdes nga Berbuqa dhe vajza e saj, e cila studion për arkitekturë, por njëkohësisht ka një pasion për kulinarinë. Edhe djali i tyre, donse studion në Akademinë e Policisë, ndihmon në shërbim, duke bërë këtë biznes një histori suksesi familjar. Shumë hera, mishin e gatuaj siç gatuaj në kohën e përparshme. Kur boi i dasëm, kur boi zjafet, mishin ato e bënin me tava. E vinin aty që me mëngjes me prosh, edhe ai zinte ato avash avash edhe quhej mish me tavë.
Po këtë e bëj, edhe mishin e delës, edhe mishin e dhis, edhe mishin e kecit, edhe mishin e qingjit, të gjitha këto mishet i bëj. Kemi dhi, edhe gjitha produktet e bylmetit në ferm i bëjmë nga dhite jona. Bëjmë kryesisht djath. Pastaj vjen dhe në produktet e tjera, gjiz, gjalp, hir, dhadh e tjerë. Unë, si fermere këtu, do dëshiroja që të vinin të gjithë, si shqiptarë ashtu dhe të huaj, kudo që janë, kudo që e shikon këtë që unë po them, që ta provoj një herë ushqimin të ferma Nijes. Është çdo gjë bio dhe për kaq sa kam punu deri tani, është shumë i pëlqyer. Edhe do dëshiroja që edhe ato që s'kan ardhur të vinë ta shijojnë. Të shijojnë vendin, të shijojnë ajrin e pastër, të shijojnë gjithë të bukurinë atyre që është. Edhe jam më bindur që nuk do bëhen pishman. Mirë po Besniku nuk ndalet këtu. A i ka plana ambicioze për të zhvilluar më tej Nia Farm. Synimi i tij është të ndërtojë një pishinë dhe 2 shtëpiza druri, duke bërë këtë bujtinë edhe më tërheqëse për vizitorët. Në mbështetje të bujtinës, unë kam mendimin që të zhvillohem akoma më shumë duke bërë edhe pishinën edhe 3 shtëpia druri këtu, siç të shikoni në foto, në video, gjithë vendin që kam. Jemi në zhvillim e sipër. Investimet e bashkisë Librazh në këtë zonë janë gjithashtu në rritje, çka i jep Besnikut besim se turizmi do të njohë një zgjerim të mëtejshëm. Për të, ky investim nuk është thjesht një biznes, por një mundësi për të ringjallur jetën në fshatin e tij. Unë jam shumë optimist për punën që kam bërë, investimin që kam bërë, se me premtimin e kryetarit e zotit Mariglen Ndisha, që gjej fjalën që gjej rastin ta përshëndes, i falenderit shumë për premtimin që ka dhënë për të lidh rrugën tonë nga fshati Kurtëman në qendrën e fshatit Marinaj, ku bujtina ime ndodhet. Sepse për mua është një garanci me infrastrukturën që para përmendëm, do më shtohen turistët, gjithashtu me shtimin e turistët do shtohet edhe mu puna që unë do arrit pulsoj edhe njerëz tjerë këtu nga fshati. Në fund, Besnik Kujtila ka një thirrje për të gjithë emigrantët shqiptar, të kthejnë kokën pas dhe të investojnë në vërlindje. Historia e tij është një dëshmi se guximi dhe vullneti mund të sjellë vetëm sukses. Ju bëj thirrje emigrantëve të kthehen të investojnë në vendet e tyre, se turizmi po merr zhvillim. Ju ftojmë të na vizitoni në Nia Farm në fshatin Marinaj të rrethit Librazhdit. Ju mirëpresim, faleminderit shumë. E nëse kërkoni një fundjavë ndryshe, me ushqim të shijshëm, natyrë madhnice dhe mikpritje të ngrohtë, Nia Farm në Marinaj të Librazhdit është vendi ideal për ju.